vetvrasja për dashuri. Kjo ndodh shpesh. Do me thonë, një mashkull ose një mashkull e do një femër shumë. Vunë shumë për ta. Do me pas gruje sen, edhe nuk i kthehet dashuria me dashuri, ose e tradhton me dikan edhe ki smunet me tu mo jetë. Më kujtu një përgjigje shumë interesante më lidhe me këtë. Shifne modelin që ofron Perëndimi dhe modelin që ofron Islami. Perëndimi çfarë modeli ofron te rasti i vetvrasjes për dashuri? Romeo dhe Julietën. Po. Edhe këtu gabimi. Ato janë vetvra. Kjo është gabimi, pikpyetja janë vetvra, supozojmë se janë vetvra. Mo kjo shembull i keq. Nuk është shembull që vlen të bëhet roman për të bëhet film për të bëhet, domethënë, modeli i trive. Cili është modeli i Islamit, apo thon? Yusufi alayhis salam dhe Zuleja. Po them. Yusufi u koni dashuruar me Zuleja. Jo, Yusufi. Kon Zuleja i dashuruar me Yusufin. Po. Edhe ka pas pushtetin mbi të. Me hadha Allah, mbrojt Zoti. Se nuk ban muslimani, domethënë mi dhon përparësi epshit, temë për cilën folëm në fillim, para logjikës. Para rregullave të fesë, pastaj para logjikës. Nuk mundet. Andaj ti nëse nuk i drejt me qenë me te, me pas jetë bashkëshortore, jetë intime, pa kuror, keme bo sabër. E Allah ka me të kompenzu sabrin, me të mirën këtë botë dhe ka me të adhuru personin fjallë. Nësë është besimtare, jetën pas vdekjes në ahiret. Edhe kjo punë zgjidhet. Andaj, porosit e Islamit janë se njeriu nëse dashuron në dikend, edhe nuk arrin të martohet me atë që e dashuron. Edhe ajo dashuri shkakton vuajtje shpirtërore të ai. Allahu i madhëshëm për shkak të dëshmërisë ka më dhënë shpërblimin këtë botë, ka më dhënë jetë këndshme, gruaje të bukur, gruaje të mirë këtë botë, edhe normalisht ka më dhënë xhenetin ahiret. Siç ndodhi me Yusufin alayhis salam. Yusufi alayhis salam e mbrojti vetveten, ishte nën pushtetin e Zulehas. Ajo kishte fuqi, kishte pushtet. E kërcënoi, tha Allahu mbrojt. Edhe nuk pranoi, domethënë me gjithë torturën që avonit, tentativën për ta dhunu. Yusuf alayhis salam iku dhe shpëtoi, edhe u burgos. Mirë po, ruajtja e nderit, edhe në burg, shfrytëzimi i kohës për të thirrë njerëzit në besim Zotin një, e bën ata që të jetë figura kryesore në krejt e Egjiptit në atë kohë. Sidomos në vitet e krizës që kishin, jo vetëm Egjipti, por e gjitha zona. Edhe në fund, pastaj, domethënë ja dha Allahu atë që e don ai. Kështu është i themi na çdo triut. Nëse je dashuruar me një vajzë, edhe mundsohet me jetu me të, alhamdulillah. Po nuk mundsohet bën sabër. Sabrin e pagun Allah. Ruje nderin tan, edhe Allahu ka me ta paguajt. Në fund, ai thotë smuju në pa çkit person, smuj me paramenu jetën me dikant tjetër. Veç pa Allahun s'mundet me jetu njeriu. Veç pa Allahun. Ama njeriu mund me jetu pa gjithë njerëzit që ka dashur më shumë ti në jetë. Këshilla juaj është me bos sabër, 1 muaj, 2 muaj, 1 vjet, qetësohesh. Normalisht. Vend që të ofertë. E para na themi, do thotë çdo kush që ka domethënë dashuri ndaj një vajze, ose kanë dashuri të ndërsjellët. Po. Ata do të më insistu të prindë vet, mi i bind ata, u bashku. Që na jemi domethënë dashurum njëri me tjetrin, e mendojmë se e meritojmë njëri tjetrin, edhe mos na e prishni kët qef tonin. Djali me fol me babën e vet, vajza me nanën dhe babën e vet. Nëse i bindin familjet, do ata bashkohen. Nëse nuk binden familjet, ata nuk duhet e para me tradhtu Zotin, e dyta mi bë dam njëri tjetrit në aspektin moral, e treta me tradhtu familjen e vet. E katërta me dhon shembullin e keq në shoqëri. Edhe me bë sabër. Sikurse e përmende, 1 javë, 2 javë, 1 muaj, 2 muaj, 1 vjet, 2 vjet, ai pasion, ai epsh që është ndërtuar nga dashuria për të fillon e venitet. Ti mundesh qetësohesh. Ti mundesh me ngel me një dashuri, domethënë pa fikur në brenda teje për atë person, ama më nuk e lun rolin atij problemi të madh që ka pas në fillim. Edhe andaj neve Islami na mëson që e para na mos shikojmë domethënë shumë djathtë e majtas domethënë gjemt femrat e femrat gjemt. E dyta në momentin që ka kësi lloj anime për një djalë për një vajzë, me insistuar në martesë, në momentin që si mundsohet, atëherë me këshirë me fitu kënaqësinë e Allahut dhe me mbrojt nderin dhe moralin e vet, dhe pastaj me prit që Allah më ia kompenzu me diçka që është edhe më e mirë se ajo që ka dashur, edhe në aspektin e dashurisë, edhe në aspektin e bukurisë, edhe në aspektin e respektit, se sa ajo që ka tentuar vet ta merr
duke i shkel edhe kufit ose normat fetare. Mundoj o gjë, nuk ja vlen me vro për dikant që nuk don ti me Po, vro. sidomos nëse ka këtë rast, nëse kemi na ignorim për palës tjetër, refuzim gjenem për ti. edhe kundërshtim, po jo, po ajo është më çmenduria, është nënçmim i vetvetes. Ajo të ka nënçmu për shembull, të ka ignoru, të ka ofendu, ti tash me up jetën për te, po ti kundas jetën, nëse ai jetën edhe xhenemin. Edhe te më shumë. Edhe tregoje e përsinë tënde ndaj tij. Domthonë, qoftë djali ka ignoruar që vajzat është. S'është më rëndësi. Asnjëni nuk ja vlen me up jetën për njëri tjetrën, sidomos për si gjëra që janë momentale, kalimtare dhe normalisht në adoleshencë doza e epshit është pak më e rritur dhe presionin psiqik që shkakton është më i madh, ama nuk është e pashirueshme. Veç dush me ftoh veten pak, me angazhu veten me dituri, me angazhu veten me profesionalizëm, me angazhu veten me aktivitete, me largu vëmendjen nga personi konkret, qetësohesh ratosh, pastaj Allahu ta kompenzon këtë sabër, këtë durim, këtë ndershmëri me, domethënë, partner tjetës më të mirë, e më të bukur, e më të dashur se sa ajo që ti ke dashur me marr ose me dhënë jetën për te se s'ka dashur ajo ti. Apo dëgjoni djem dhe vajza të reja, sidomos ju nga shkollat e mesme. Jo, është e turpshme, me ndodh në shoqëritë tona djem. Dëgjoni hozën, dëgjoni. Me qenë me rang si nivelit ult. Xhenemi që vinë njerëzit për familjeve fetare, besimtar, janë fenomene të papranueshme me dhimbje të mëdha. Duhet me fol nëse ka kësi rast ose kësi mendime të njerëzve që për gjëra banale me humb jetën, a jeta që ta ka dhënë Allahu si dhurat është ajo e cila që Allahu ta ka mbrojtur jetën ty, tukon ti në bark nanës, ta ka mbrojtur jetën ty kur ke qenë i fëmijë i vogël. Derisa ke 15 vjet ka rujt Allahu me melaçet e veta, në bark nanës e ka ndaluar nanës me ta abortu. Tash ti vjen e bën vetvrasje. Mo shfrar të kthej na për 20 ditë. Ti shfryzoj jetën me vëlla me marr dije, me kontribu për zhvillimin e familjes tonë, shoqërisë tonë, me mush me vepra të mira dhe nesër më kënaq në xhenet. Edhe plus kjo jetë është e bukur, më kënaq. Gjithsesi kënaqu, me hallalin e madh që ka dhënë Allahu kënaqu. Ama çive suksesi jot, kontributi jot është kënaqësi. Se ke bën mirë familjes tonë, ke bën mirë shoqërisë, ke bën mirë njerëzve. Merru çive rinia jon, lëni këto filmat edhe. Po, dilni për filmave. Duhet me mush zemrën me besim Zot. Kjo është e para, me adhurimin ndaj Zotit. E dyta, duhet më marr me dituri, me shkencë, me mësu, me lezu vazhdimisht. E treta, mas ta kaloj shkollën e mesme, fakultetin, me e zhvillu në aspekt profesional vetveten. Çfarë lloj drejtimi që kije? Merru profesionalisht, seriozisht me profesionin tan. Edhe kontribuo ta zhvillosh atë drejtim tonin. Edhe lufto që të ndërtosh karrierë me suksese, jo me të njofshëm. Me punë, me mund. Edhe normalisht pas të kemi bë, edhe pare, edhe autoritet, edhe kemi u gëzu se e keni mu familjen tonë, e keni ndryshuar statusin ekonomik familjes tonë, u keni mu shumë njerëzve, ke bo familje, ke grua, ke fëmijë, a kupton? Edhe kjo është kënaqësia më e madhe, suksesi më i madh. S'ke me met vetë me shku në shtëpi të pleqshme. Po ke bo familje, ke bo fëmijë, e ke mush shtëpinë, domethënë, e ke mush axhibabës shtëpinë me nipa me mesa. Edhe andaj familjet tona domethënë janë plot harre edhe gëzim edhe kënaqësi sepse jeta është shumë normale, besimi në Zot, zhvillimi domethënë intelektual, zhvillimi profesional, humanizmi, zemërgjërsia, këto japin kënaqësi njeriu në këtë botë. Normalisht pastaj ka edhe momentet e dëfrimeve, argëtimeve të veta të familjes vet, domethënë që i bën me halal dhe nuk e dhon Allahun subhanahu wa taala. Islami vëllazni shive, trive ton, djemve dhe vajzave tonë i themi Islami ta kënaq shpirtin, ta kënaq zemrën, ta kënaq mendjen, ta kënaq trupin, këtë jep kënaqësitë. Ama normalisht jo çdo sen që ti e dëshiron ta lejon. Po, da. Pse? Sepse Allah është i gjithdijshëm dhe ta ka leju atë që s'ka dëm te. Ose s'ka dëm prej saj. E ti me liru veten, domethënë çka dush, shive, kafsha si kafsh, nëse e shtim në një fushë ku ka jonç, ajo han pa kufizit nalës, i vjen e lezetshme. Ama foni frihet barki, edhe nëse nuk ja shpon barkun me dal ajo fryma, cof ngorth. Edhe njerëzit nëse ja lejon çdo gjë edhe këtë çka ka i shfrytëzon, ndodh e mbyt vetveten. Shembull shumë i bukur.